re në zhvillimin e shtetit dhe natyrisht të gjitha partitë politike, veçanërisht ato të cilat kanë edhe veçori shtet ndërtuese, shtet formuese, ato kanë një rol të veçantë dhe shkallë më të lartë përgjegjësisë për të qenë nivel të detyrës së tyre. Unë mendoj se gjasa ka. Unë mendoj se Lidhja Demokratike e ka bërë një refuzim të ofertës që ka bërë Partia Vetëvendosje, ajo qëndron është plotësisht e saktë, por mos të harrojmë se edhe paraprakisht e ka japë një ofertë për bashkëveprim me Partinë Vetëvendosje dhe subjekte tjera politike, në një qeveri të unitetit kombëtar, që mendoj që ka qenë një propozim të jetë i pjekur, por për fat keq u refuzu edhe nga partia më e madhe, po edhe nga partitë e tjera opozitare që nuk e di pse me aq lehtësi u bën një gjë e tillë. Unë kom prit një cikël të bisedave rreth kësaj teme, po ajo u anashkalua ashtu. A sheni të mundshme i qeveri Vetëvendosje LDK pas 28 dhjetor? Unë shoh të mundshme qeveri prej të gjitha subjekteve të cilat janë me shumicë shqiptare në Parlamentin e Kosovës, Kuvendin e Kosovës, natyrisht në bashkëpunim edhe me partitë e komuniteteve pakicë që i kemi. Gjithsesi në qeveri e shoh Lidhjen Demokratike të Kosovës si partner ton politik në këtë garë, edhe e shoh për një arsye të vetme, sepse unë po e shoh se proceset regresive të cilat janë zhvilluar në skenën politike të vendit në këto 4 vitet e fundit, në cilën ku ka dominuar agresiviteti politik dhe toni përçarës dhe largus, kanë përfunduar këto procese. Qytetarët e Kosovës nuk i dojnë këto procese, dojnë t'i ndërprejnë këto procese, dhe mendoj se subjektet politike do t'a marrin do t'a paguajnë kostën e tyre politike për aktivitetin e kaluar 4 vjeçar. Unë mendoj se ka filluar me u vrejt dhe ka filluar me u vrejt. Unë mendoj edhe po shihet që pak edhe pse po pritet një fushat e acarume, sepse është shumë e shkurt edhe pritet që agresiviteti politik brenda një periudhe të shkurtër dhe dhjetore të jetë intensiv, po personalisht mendoj se subjektet politike do të jenë shumë më të kujdesshme se në zgjedhjet e nënshkurtit. A jeni proni qeverie me partinë e parë të shkurtit, Lëvizjen Vetëvendosje, apo të bëhet bashk bloku ish opozitar, nëse mund ta quajmë blok? Cili verzion është më i pranueshëm? Mendoj verzioni i qeverive të cilat si rezultati kanë përçarjen e skenës politike edhe më të fuqishme, nuk ka verzion që i nevojitet Kosovës. Unë mendoj se kemi nevojë për qeveri e cila përbashkon partinë e cila ka qenë në pushtet dhe që pritet me pas numër të konsiderueshëm të votave, me partitë të cilat kanë qenë deri në zgjedhjet e kaluara, kanë qenë në opozitë. Mos vazhdoj kjo ndarja që ka ekzistuar. Mos vazhdoj kjo ndarje, por unë mendoj se një sakrificë politike duhet ta bëjë kryeministri në detyrë. Tani ish kryeministri. Çfarë duhet